Kryefjala e kësaj interviste gjithashtu është energjia e rinovueshme dhe kryesisht panelet fotovoltaike. Jemi sot tek Univers Reklama si një biznes i cili e ka implementuar këtë lloj energjie në hapësirën e saj. Kështu që me administratorin Mirel Salia, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë për intervistën. Kënaqësi të kem në kompani. Së pari, do doja t'ju pyesja ku keni mësuar ose dëgjuar, lexuar rreth paneleve fotovoltaike, çfarë ka qenë informacioni juaj paraprak? Informacioni jon paraprak sigurisht e ekzistojmë dhe jetojmë në epokën e teknologjisë dhe informacionit, kështu që për të marrë informacionin për panelet fotovoltaike ishte shumë e thjeshtë. Aq më tepër që është kthyer në një trend të kohës investimi në panelet fotovoltaike dhe në përgjithësi në biznesin eko. Dhe kjo ishte arsyeja që ne filluam të interesoheshim dhe të orientoheshim drejt paneleve fotovoltaike. Ishit ju që shkua drejt një biznesi që vendos këto panele, apo ishte një biznes i cili vendos këto panele dhe erdhi drejt jush për t'ju prezantuar me këtë lloj energjie? Jo, ishim ne që u interesuam dhe kërkuam në treg informacion dhe oferta dhe vendosëm me një nga kompanitë që për mua është lider në treg në cilësi dhe në korrektësi. Me AMG-n vendosëm ta bënim investimin tonë. Sa vite keni që keni kryer këtë investim? Investimi ka diku ke 2 vite e gjys që është bërë. Edhe është bërë në 2 faza. Fazën e parë kemi bërë një investim prej 200 kW-sh dhe pastaj duke parë ecurin bëm dhe një shtesë tjetër 100 kW. Ecuria si ishte? Duke parë ecurin, çfarë ju pëlqeu nga ky lloj investimi? Ecuria është më tej se e kënaqshme. Unë jam shumë i lumtur për investimin që kam bërë. Nga intervistat e mëhershme që kam bërë edhe me ekspert, kanë thënë që kthimi i investimit zakonisht është 2, 3, ndonjëherë edhe në 5 vite në varësi të biznesit. Si ka qenë kjo eksperiencë për ju në këtë pikë që jeni? Eksperienca jonë është shumë e mirë dhe brenda 2 vitesh u shlyej gjithë investimi. Nëse më herët ju paguanit, po themi 10 njësi energji elektrike, pagesë, sa mund të jetë kjo? Sot, në qoftë se marrim për njësi matëse numrin 10, është 2. Pra po themi keni kursyer rreth 80% në krahasim me sa... Absolute. Sakt. Në varësi dhe të vitit, do me thënë, le të themi, maksimumi paguan 25, në total të vitit 20 deri në 25% të energjisë që paguani më përpara. Ju thatë se ishit interesuar për këtë lloj energjie të rinovueshme edhe më herët, por vetëm 2 vite gjysmë më parë gati erdhi ky investim. Pse jo më herët? Duke qenë se ka nisur që nga 2019 pak a shumë. Arsyeja pse ne e bëm në atë vit ishte sepse me aprovimin e ligjit me netimin vjetor u bë shumë atraktive dhe interesante. Se më përpara ka qenë me netim mujor dhe investimi nuk ishte interesante dhe nuk e shlyen të dot veten në mënyrë kaq të shpejtë. Sa kohë gjatë implementimi, vendosja? Implementimi, në qoftë se flasim thjesht për implementim, është bërë gjitha brenda një jave. Qoftë se flasim nga momenti që ne kemi mbyllur negociatat, edhe shkoj diku ke 1 muaj.
A e mbulon plotësisht nevojën tuaj për energji apo pjesërisht? Ne e mbulojmë plotësisht, kuptohet në muajt duke filluar nga prilli e mbrapa mbulohet e gjithë energjia 100%, madje në fund të vitit kemi edhe teprica. Teprica që pastaj shkojnë Teprica që pastaj shkojnë në favor të shtetit dhe ne nuk përfitojmë asgjë nga ato. Megjithatë edhe me këtë lloj Megjithatë dhe me këtë mënyrë ne prap jemi shumë të lumtur për investimin që kemi bërë. Ka sjell kjo një rritje të drejtë për drejtë në biznesin tuaj në final? Sigurisht që ka sjell, sepse efektet përveç pagesës së faturës në mënyrë të drejtë për drejtë, kjo gjë na ka nxitur që të investojmë dhe në makinat elektrike. Dhe duke qenë se energjia është prodhimi jon, duke blerë dhe makinat elektrike na mundson uljen e kostos jo vetëm për energjinë, po dhe për karburantin. Po të llogarisim që tani çmimi i karburantit është rritur dhe sa vjen rritet, po të bënim një krahasim me pagesën që të ishte tani, pra është. Kështu që përfitimi është i shumë fish. Krahas faktit monetar dhe përfitimit financiar që ky biznes ka, fakti që është një energji e rinovueshme dhe është mirë për mjedisin, ka një lloj kënaqësie tjetër? Sigurisht, besoj që jemi kompani lider në Shqipëri në investimet eko. Gjithmonë e kemi pas prioritet investimet që në të njëjtën kohë të mos janë të dëmshme edhe për ambientin. Duke futur këtu teknologjitë e printimit që ne jemi nga të parët, mbas edhe në rajon, ose kemi qenë të dytët në Europë në investimin e parë eko, kur flasim për bojrat ekologjike. Kështu që ne jemi shumë të orientuar drejt zhvillimit dhe kujdesit për ambientin. A ka pasur pengesa burokratike në këtë proces? Nga momenti që ju keni nisur bisedime dhe deri në vendosjen? Ose pengesa të tjera të cilat... Unë mendoj që unë nuk kam ndjerë një pengesë të tillë, sepse kompania që u mor me implementimin na bëri dhe suportin e ndjekjes së procedurave për dokumentacionin dhe kështu që ne nuk e kemi ndjerë atë vesh. Sa i përket mirëmbajtjes, ka një kosto, ka nevojë për një personel shtesë, ka nevojë për informacion më shumë. Për sa i përket mirëmbajtjes, panelet kanë një periudhë garancie, që tashmë ne këtë vit kemi dalë nga garancia dhe me kompaninë që bëri implementimin kemi bërë një kontratë mirëmbajtje. Që sigurisht që ka një kosto, po është shumë e papërfillshme në raport me benefitet dhe shërbimet që marrim. Edhe pse ju thatë që mbuloni thuajse të paktën nga muaji prill e mëtej, gjatë kohës që edhe dita është e gjatë, Shqipëria ka diell, e mbuloni pjesën e energjisë, po keni në mendje që ta zgjeroni akoma më shumë flotën e paneleve fotovoltaike? Sigurisht me rritjen e kërkesës për energji, sepse kompania normalisht rritet, zhvillohet dhe nevoja për më shumë energji dhe sigurisht që do rritet, dhe ne do ecim paralel me nevojat tona, kështu që do duam të investojmë prapë dhe të rrisim kapacitetin tonë. Është një këshill vendosja e paneleve fotovoltaike që ju mund t'u jepni kolegëve tuaj në biznes, bashkëpunëtorëve, miqve? Unë e them shpesh, është investimi më i zgjuar që mund të kem bërë në biznesin tim. Dhe me kthimin e investimit më të shpejt të mundshëm. Kështu që do ja sugjeroja mos u vononi as një minutë. Jo më shumë. Faleminderit shumë për intervistën.